Pika e parë që do të ndaj me ju është raundi 2 i regjistrimeve. Siç e dini, midis datës 20 dhe 22 shtator kanë përfunduar aplikimet për raundin e 2 të regjistrimit të maturantëve në IAL-t shqiptare. Natyrisht aplikimet pastaj pasohen me regjistrimin dhe regjistrimit ka nisur dje. Nga të dhënat që ne kemi për raundin e 2 sa i takon aplikimeve, ne kemi patur në raundin e 2 2088 aplikime, nga 2073 që ka qenë vitin e kaluar, pra një rritje në aplikime shumë e lehtë, por që sa këto aplikime do përkthehen në regjistrime, do ta shikojmë midis datës 29 që ka nisë dje deri me datën 8 tetor. Ky është raundi i dytë. Pas raundit të dytë, ne do kemi një raund të tretë i cili është i lirë, pra çdo maturant është i ftuar të vijë pranë universitetit ton me kushtin që të jetë në portalin You Albania. Dhe ky raundi i tretë është midis datës 13 tetor dhe 24 tetor. Me fjalë të tjera, nëse ne marrim parasysh regjistrimet e maturantëve nëpërmjet portalit You Albania, plus trojet, kotat që kemi për trojet dhe transferimet apo programet e dyta, ne bilancin përfundimtar sa i takon numrit të studentëve të regjistruar në programet bachelor dhe në programet me karakter profesional, ne do bëjmë me datën 24 tetor. Pra, ky është cikli i parë i studimeve. Cikli i dytë i studimeve ka nisur aplikimin, përfundon me datën 3, dhe midis datës 3 pastaj deri datën 17 ne do kemi shpadhin e fituesve, dhe pastaj midis datës 17 dhe 27 ne do kemi numrin real të studentëve të ciklit të dytë, pra master i shkencë dhe master profesional në Universitetin e Shkodrës. Me fjalë të tjera, datë tjetër e rëndësishme për regjistrimet është data 27 tetor. Pra, për ta përmbledhur, për ju që jeni të pranishëm, data 24 dhe data 27 tetor, ne do na japin panoramën e qartë të plot përfundimtare të numrit të studentëve që do jenë pjesë e universitetit tonë për vitin akademik 2025-2026. Programet e ciklit 3 janë një histori tjetër, le të themi, sepse janë një numër kota shumë të reduktuara dhe ju e dini që ne kemi 2 programe në gjuhësi dhe në ekonomi dhe turizëm i qëndrueshëm. Sa i takon çështjes së dytë, ne do kemi 2 ngjarje të rëndësishme në ditët në vijim, me datën 6 tetor, siç dihet, sepse është një urdhër i ministrës për nisjen e vitit akademik, nis pra procesi mësimor akademik për institucionet e arsimit të lartë, pra në Shqipëri. Dhe kam kënaqësinë të them që në ditën e parë pra të kësaj pranisjes të procesit mësimor do jetë e pranishme ministri i arsimit kombëtar në Universitetin e Shkodrës, Luigi Gorakuqi, ka konfirmuar këtë vizitë. Ne po punojmë për përgatitjen e kësaj vizite, natyrisht anëtarët e senatit, drejtues, student, kryesisht student i vitit parë, do të jenë të ftuar pasi të diskutojmë me ministrin edhe formatin e përshtatshëm pra për një vizitë të tillë që do jetë tek A3-shi me datën 6 tetor pra në nisje të vitit të ri akademik. Me datën 16 tetor ne do kemi ceremoninë e diplomimit për studentët që janë diplomuar për vitin akademik 2024-2025. Ceremonia do jetë jashtë, do jetë një festë si thosh e qytetit, do jenë ftuar prindër, studentë që janë diplomuar, të tjerë, natyrisht i gjithë personeli brendshëm akademik dhe jo akademik në këtë ceremoni dhe do jetë para sheshit të teatrit Migjeni. Kështu që ne së fundi do vijojmë bashkëpunimin dhe dialogun me pushtetin vendor, aq sa ata kanë mundësi të kontribuojnë për universitetin. Natyrisht është një hapësirë e ligjit 80/2015 që pushteti lokal vën në dispozicion 1% të buxhetit, rreth 10% për universitetin, me kusht që ato të jenë përfaqësuar në bordin e administrimit, diçka që deri tani nuk ka ndodhur, por ajo që është e rëndësishme vijon një bashkëpunim i shkëlqyer me pushtetin lokal dhe ne së fundi kemi bërë përpjekje që pushteti vendor të mund të kontribuojë qoftë edhe në disa punë, në disa rikonstruksione të ndonjë prej godinave të cilet ne kemi të pamundur pra të përdorim buxhetin ton. Natyrisht pastaj ka patur edhe kërkesa të tjera për zgjerim të hapësirave për këtë institucion me 2 godina që unë kam përmend disa herë, edhe insistoj, gjë të cilën do t'ja bëj të ditur edhe ministres ditën e hane,
për pranë Fakultetit Shkencave të Edukimit, ose godina e ish sanatoriumit, ose ish spitalit neuropsikiatrik, por pastaj nëse qeveria do parashikoj një projekt shumë të madh për Shkodrën, kjo metet për të parë, sepse natyrisht kjo nuk është në dorën tonë.